Mirë mbrëma, Fjolla. Mirë mbrëma, Vlerona. Mirë se erdhe, knaqësime të pritë në studio. Si e gjeta, faleminderit. Faleminderit për kohën. Hajde të lutem, rahatohemi. Është vendi për ty, violinën që e ke sjellë e kemi lënë afër teje. Sigurt. Besoj të jap një energji shumë më të mirë, më familjare. Patjetër. Po e flisni me Arbrin këtë punën e festave, mirë që ne kemi këto nga datat e njerëzve tonë të familjes, po 14 shkurti nesër, je tipi datave që shënon, që i pret me shumë qejf, me planifikime, me... Kam qenë tipi datave, desa jo më Kur bonon. ndryshoj kjo? Desa jo më bonon, tash më duket ndonjëherë i harroj edhe datat më të rëndësishme të mia, se për fëmijë kryesisht është vëmendja, por po kam qenë sidomos e ditëlindjeve. Mbaj mend kur ishte ditëlindja ime dhe para se të vinte data, shoqet e mia kanë ditë që 3-4 ditë... Festë madhe? Festë madhe, ndoshta jo, po vëmendja, festimi me shoqet, me një ditë, 2 ditë, por tash nuk është e njëjta. Nesër që është Shën Valentini e dim këtë, besoj e din edhe bashkëshorti, që t'jari kujtojmë edhe në emision. Sa që prej momenti që e bunon, plus të jesh nane 2 djemve, si është jetosh me tre burra në shpi? Nuk është qaq e lehtë, po është shumë interesant se është gjithë ditë diçka duke ndodhë. Do më thënë është si live show. Kush është marrë më nga gjiu? Djali vogël, Lumi. Ajo është ma sherë, po i ka shire shumë të lezeqme. Kështu nuk lodhësh asë njëherë. Duke po qka po bënë, qka po lunë, qka po ngacman. Kështu që është një përvojnë vete, kështu një eksperiencë shumë e veçantë. Në bitë gjitha e bukur, besoj, e shion shumë, se në këmbime dashurin që të falin, harrohen edhe këso sheret edhe këto tjera. Biles, nanat që kanë fëmijët ashtë më të rritur, shpesher i dëgjoj duke thonë si me këthy kohën me i bua dhe një herë të vegjel, se na mungon a i komunikimi edhe këto gjana ditore dhe sheret nga një herë. Shumë e vërtet. Fjolla, po thoja dhe shikuesve ti tashmë je këthyre në Kosovë, po një pjesë të viteve ke kalu në Malajzi të Aziz. Je nga Gjakova. Gjakovarët e kanë këtë shprehjen për mes këngës së Xenit, edhe Parisin me ma falë, me Gjakovën nuk e ndroj. Edhe të unë e vlenë. Pra si tënë në Malajzia, jo Parisi. Po, është shumë e vërtet. Për mu Malajzia është një kapitull tepër i bukur, tepër i veçantë, sepse koha kur kam vendosur më shku atje, ka qenë pak rasti, ka qenë shumë fat, po ka qenë edhe një sakrificë shumë e madhe prej anës time, sepse isha me një kohë jo aq të lehtë, që mu deshke me vendos çka me bo. Edhe kur vendosa me shku, kur e fitova bursën e plot, ishte atje një filantropist në Malajzi, i cili ka shpërnda bursa në gjithë botën, për student nga e gjithë bota. Unë e pata fatin më përgjith, edhe zgjodha teknologji informative, studime 4 vjetë. Ka qenë 1 vit i përgjithshëm dhe 3 vite bachelor në drejtimin të cilin e zgjedh. Edhe për mua ato 4 vite janë aq të bukura sa që nganjëherë më duket sikur nuk kam qenë, sikur është thjesht ëndër, se vitet tash po shkojnë shumë shpejt, edhe kam shku në 2011, jam kthy në 2015, edhe nuk kam pas mundësi prap të shkoj për shkak të fëmijëve, për shkak të Covidit, edhe shumë arsyeve tjera dhe të punës, por shpresoj shumë që shumë shpejt do ta vizitoj prap tash me fëmijët, po. Do të kthehesh e të tregosh fëmijëve eksperiencat e vendet ku edhe ke shku. Kur po aplikoje për bursën, e dije që bëhej fjalë për Malajzin? Po, patjetër, e dija. Ato i intrigoi? Ose sa më dyshje kishe? Isha absolutisht shumë, nuk disha as çka me prit, sepse në atë kohë nuk i kemi pas, dhe më thonë, në vitin 2011 nuk ka qenë sikur sot që e ki telefonin, që e ki shumë rrjete sociale, shumë burime të dhonave, ku mundesh me po foto shumë normal. Ka pas edhe në atë kohë, po për mu çka më ka bua ashtu shumë, më ka jap motiv për me apliku, për me shku ka qenë eksperienca që kam pa prej disa njerëzve të tjerë që kanë mbri shumë, edhe mesazhe më i forti që kam ndëgju prej tyre që nëse asgjë nuk mbrin atje, e mëson një farë thjeshtësie që populli në përgjithësi në Azi, po edhe aty e ka, që sa ma i mbrin, sa ma lartë me qenë, aq ma i thjeshtje, edhe aq ma shumë bën për njerëz tjerë të komunitetit, e që ajo më ka bërë shumë përshtypje. Atje, shkove në një universitet që priti
student nga shumë shtetet të botës, thuja 100 shtetet të botës. A ke qenë vetmja prej Kosovës? Jo, ka pas edhe student tjerë nga Kosova. Në gjeneratën ku kam shkuone, kemi qenë, nëse zgaboj 8 deri në 10 prafërsisht student, vetëm u kam qenë vajzë, mandej janë bashkangjit edhe disa tjerë nga Shqipëria, edhe pastaj jemi bua ashtu një grup i shqiptarëve. Po ka pas edhe shqiptar tjerë që i kam taku atje, cilët më herët kanë shku, kanë studiu, edhe janë punësu, kanë kriju edhe familje, edhe domethënë i kemi taku për gjatë kohës. Po student nga shtetet e tjera, ose nga cilat shtete takove njerëz që mbase nuk dije fort për ta, ose nuk dije edhe që ekzistonin? Po, e kam një shoqe, kam disa shoqe, po njëra që e përmendi shpesh edhe me shoqnin time këtu, është për shembull prej Nepalit, ka prej shteteve të ndryshme të Azisë, ka edhe prej Afrikës, për shembull prej Gambias, disa vajza që me të vërtet ndihmë shumë me fat që i kom taku, sepse përveç që e kanë ambicjen që me qenë të suksesshme në karrierë, e kanë edhe atë zemrën aq të mirë sa ende flasim, ende mbajmë shoqërinë, ndoshta jo ashtu çdo ditë për shkak të angazhimeve, por me të vërtet ka disa persona që ka vazhdu shoqënia sikur t'ishe taku shumë shpesh me ta, edhe pse ka vite. Çfarë dinim për Kosovën? Ose a kishte dikush që s'dinte as ku i bie? Se shpesher kemi pas raste të tilla edhe në studio, po edhe në jetën e përditshme. Ka ndodhur edhe që kam taku persona që nuk e din ku i vjen, por çuditërisht edhe fatmirësisht ka ndodhur edhe prej atyne, ka pas disa profesor që më kujtohet që e dinin ku është Kosova, e njihnin Ibrahim Rugovën, e njihnin disa fytyra politike në atë kohë, edhe ishin të informuar për shkak të Bosnjës, Shqipërisë edhe zhvillimeve të ndryshme që ka ndodhur për gjatë viteve. Kështu që dyat kanë gjithë. A ishin të gjithë familja ose edhe shoqëria jote të pajtimit që ti ta bëje këtë hap për karrierën tënde? Me nënën time jam konsultu për çdo gjë, edhe ajo më ka përkra. Ajo ka qenë nëse nana ma ka dhoni miratim, për mu, domethënë ajo ka qenë drita e gjelbërt, nuk janë drita. Edhe motra më ka përkra shumë. Kush nuk e kishte këtë besimin shumë të madh që është lëvizje duhur ta bësh? Ndoshta ndonjë familjar ose ndonjë pjesëtar i familjes pak më i lartë, thjesht ajo Meraku. Po, Meraku, Meraku mos është shumë larg, a është sigurt për ty, edhe Meraku më i madh mos rri përgjithmonë atje. Që tash e përmendim shpesh, edhe me u lidh me ata që ka shkuar përmend gjatë këtyre 4 viteve? Më ka shku kur është ofruar ndonjë rast, ndonjë mundësi e mirë, që të met merak. Për shembull, në vitin e fundit ishte ajo koha kur na ofronin bursën me vazhdu me master, edhe mundësi për internship, edhe për punësim në për kompani shumë që çdo kush do ta kishte lakmi, por me friksonte ideja çka nëse filloj me punu edhe mandej mbuhet aq mirë ajo ndjenja që mandej kam pengesa me u kthy ose pritoj me u kthy. Si kemi na shqiptar, edhe ndjenja që tutemi edhe me na ndodh diçka e mirë. Por gjithmonë më kanë ngrej me u kthy vendin. Por çka kisha dashur me thënë është që filantropisti i cili na ka shpërndar bursat, ai ka thënë që nuk jam e interesuar që ju me najt me punu për mu. Unë e du që unë ju kom ndihmu juve me bursat, me studiu, e ju me u kthy me ndihmu komunitetet e juja. Dhe me thonë që ai ka qenë një mesazh shumë i fort, që edhe mu më ka ndihmu me mu forcua ajo ideja që du na Po ndodh kjo realisht në ditën që flasim, pra atë eksperiencë dhe atë drejtim të studimeve, ke pas mundësi që me përkthy në... Po, unë e mundohem çdo ditë, edhe kam pas fatin që kur jam kthy jam punësu në për disa kompani që më ka pëlqy puna, edhe mundohem çdo ditë që ndoshta atë eksperiencën që kam ose ato shprehit e mira që i kom mësu atje, padyshim i apliku çdo ditë. Kishe një shok kulturor kështu që pësove me arritjen tënde atje, një kontinent tjetër, me pak informacion, si që më spjegove, pra edhe mundësit për të qasë në 2019, nuk kanë qenë si të sotme, që mund të gjesh fare lehtë edhe një pamje reale të vendit në fjallë. Shumë vërtet. Është vërtet që kom pas shok të kulturës, por gradualisht ka kalu edhe jom ambientu. Më kanë ndihmu shumë edhe... Çka të goditi më shumë, se po të ndërpres, po jam kurreshtare? Më goditi diversity, dhe më thonë diversiteti kulturave aq shumë, se normal isha mësu me gjithë njerëz që janë
shqiptar, sikur gjithë shoqëria, gjithë Mentalitet i njëjtë. edhe aty mandej kultura të ndryshme, kështu për një heri, edhe disa kultura e kanë ndoshta ndonjë gjë që te ne është ofendim, po ata marrin të kundërtën. Sikur për shembull një shoqe emja shumë e mirë prej Gambjas, ata e kishin keq nëse të shikon në sy gjatë kohës që flet, ndërsa për ne është respekt. Nëse ne flasim e shikojmë një tjetrin. E si flesin ata, duke mos u pa në sy? Po, ama jo ashtu gjithë kohës me siku. Edhe unë një ditë i thash, se s'po më shikon në sy, a ka diçka, është gjithçka në rregull, ajo mund të tha jo tip, se po më shikon mu në sy. Edhe aty e kemi brejtë, më të mvesh një shembull që ka dallim mes kulturave. Mandej normal, ushqime të ndryshme, gjuhë të ndryshme. Po në përgjithësi... Bëhe kjo ndasia mes shoqërive, të varfrit me të varfrit, të pasurit, klasa e mesme? Jo, kom pas fatin që vendi ku kam shku, ka qenë pikrisht edhe në suport të njerëzve që nuk kanë ndoshta shumë mundësi, edhe studentë që ndoshta kanë ardhur prej vendet ndryshme, janë shumë të mirë nga mësimet, por që nuk kanë mundësi ashtu që me studiu ku kushton shumë. Kështu që aty kom pa që me të vërtet nuk kom vrej dallim me dikon. Po e përmendi se ma kujtove një rast, një shoqen diku ka viti i 3 ose i 4, unë jam shoqnu ma atë vajzë dhe ka qenë vajzë shumë e shoqnushme, shumë e mirë, mas jem këthy në Kosovë kom kuptu që babi i saj ishte shumë i lartë në pozitë, diçka në qeveri nëse zgaboj. As njerë nuk e ka përmend, as nuk u dalu nga bisedat, as nga stili jetesës, edhe ka rujt atë thjeshtësin. Kjo më kalon pak përshtypje. O fjoll, s'po më dukesh si Gjakovare, po dëgjoj me shumë vëmendje, si që dëgjoj gjithë mysafirët, po ndër të paktat Gjakovarë që kanë qenë në studio edhe nuk kanë tinglu si të tillë për shkak të folurës. Në punë, bëjnë shaka ndonjëherë. Se di a mërë që si komplimenta jo. Jo, më duket interesant, po edhe në punë më thonë që veç kur bu është nervëz, dallohesh që e Gjakovare, po jo, nuk e di, është mënyra ndoshta qysh flet, është. Po thua që një prej gjërave që më së shumti të kalon përshtypje gjatë viteve në Malajzi ka qenë ky trajtimi i barabartë edhe sjellja e njëjtë e të gjitha klasave. Gjithashtu e dim që, sidomos në Azi, niveli i varfrisë është më i lartë se sa në vende tjera, në kontinent tjera. A ke pa, deri në çpik ke pa nga familjet që së shëndronin mirë? Gjatë studimeve jam involvu në shumë aktivitete. Jo mundu sa ma shumë që me mujt atë homesickness që mos më mërzit edhe jo më angazhu shumë. Nuk kom nejt as njëherë kështu pa u angazhu në diçka. Një prej tëne ka qenë një organizat shumë e njoftën bot. Në atë ko e kishte emrin Saif, më pas është emrusi Enactus. Aty ka pas dhe më thonë student prej universitetet të ndryshme edhe ka pas projekte për me ndimu njerëz në nevoj. Po jo me ndimu thjesht gatshëm, po me ndimu në një farë aftësie, më jam mësu që ai grupi njerëzve pastaj me mbjetu. E këtu për shembull na ka rënë rasti me vizitu vende ku ka njerëz cilët kanë kushte shumë minimale. Po për gjatë rrugtimit kemi pa edhe njerëz tjerë që kanë kushte shumë të mira. Do më thoni, kum pa ato gjitha dy ekstremet, edhe kum pa edhe njerëz cilët, do më thoni, bjetojnë me ndoshta e kanë një shtëpi dikun me një vend si shumë larg, edhe nuk kanë ashtu kushte sikur shumica tjetër. Të asaj shkallë që nuk kanë buk, nuk kanë ujë, nuk kanë kulm? Ndoshta jo në atë nivel, por në pjesën ku ju duhet me punu shumë punë fizike që me mujt me mbjetu. Por si do të tjetë, prapë këthen ati kjo që kum po ashtë njerës human që mundohen gjithkohës me mendu për tjetë para se për veten. Do shta këtu kisha mujt me cek edhe një shembull prej filantropistit pikrisht që na ka shpërndo bursat, i cili përveç bursave ka pas shumë kompani të veta, kam pas edhe në kampusin e universitetit, ka qenë spitali, do më thënë i gjithi falas për pacient të dializës nëse zgaboj, ka qenë jetimorja, ka qenë shtëpia e të moshuarve, do më thënë ka qenë shumë humanist. Po të pasurit, a ishin po ashtë pasur ashtu si dihet për disa vendet e Azis që janë? Po, kemi pas mundësin me pa edhe në atë nivel, do më thonë, aqë të pasur, sa e boj një jetë kështu shumë ndoshta si në për filma, por që
poenta ka qenë që me qenë gjithmonë me një thjeshtësi, me qenë gjithmonë me këmbë në tokë, bile dhe njëna prej shoqeve e Malezis, Suzi, emrin e ka pas, ajo thejke që i frikson pasurisë të madhe, që mos më tjetërson. Do më thonë, edhe disa persona tjerë e kanë të njëjtën gjë prej shoqërisë që e kom dëgju. Për këto 4 vite, kur e kishe, po them, po quaj krizën më të madhe të mallit, për shpinë, për qoftë edhe për një ecje në Gjakov, ose miqt këtu që kishe lanë? Gjatë 4 viteve ka marrë nga një herë në vit. Kryesisht ka marrë në fund verës, në gush, sepse atyre kishim ato 2 java, 3 javë që kanë qenë pushime. Gjithë vitin isha shumë e fort, kur afreke 2 muaj para se marrë, që atyre mu duke që veç e kom hupa durimin, po kanë qenë ato angazhimet, provimet, që s'të kanë lonë, prapë se prapë mu mërzit shumë. Edhe ka pas shumë profesoresha që me të vërtet shumë na kanë ndihmu, na kanë marrë ndoshta me familjet veta, me vizitu vende, ose veç mos me na lonë ashtu me u mërzit. Kështu që ato 2 mujt para se marrë... Në atë kohë, e njihje bashkëshortin që ta ishte pak mallin, apo jo? Jo, u takuat pasi u ktheve? 2 vite masi jam kthy në Kosovë. Edhe bashkëshorti ka qenë prafërsisht njëjtin eksperiencit timen, sepse ka studiu, ka vazhdu gjitha studimet në Itali për 10 vite, aj më gjatë se sa unë, kështu që kur jemi taku kemi pas shumë përbashkëta, shumë gjana që e kemi kuptu një tjetrin. Të di që keni bërë këto udhëtimet dhe eksperiencat jashtë vendit, amas besoj që do ta kishit marrë riskun ta bëni lidhje në distancë. Nuk e di. Jo, nuk e di, sepse në atë kohë nuk e kam njoft, kështu që... Sot që flasim, besoj që ju shko në përmend ta bëni. Jo. Okej. Unë e përmenda dhe në fillim violinën, muzikën në përgjithësi, me të cilën ti je shumë, po shumë e lidhur shpirtërisht. Dhe kjo ka një arsye mbrapa. Nga të buron muzika në shpirt? Kur kam qenë e vogël, babi im ka qenë me harmonik, do më thonë, në kohën kur ishte i ri, edhe kam qenë shumë e lidhur me babin. A i ka do shumë që unë të shkoj në violin. Më ka regjistru në shkollë të muzikës atje, edhe ka qenë krau imi djathtë në gjdo program, në gjdo koncert vogël, ose edhe pak më të madh, ose ndo një garë që është mbajt. Edhe, do me thonë, është e gjithë arsyeja që unë jam me violin, që edhe sot e kësaj dite e vazhdoj, është pikrisht babi im, sepse e di sa ka pas qef më po duke lujt violin, më po në skena, edhe në kohën kur kom qenë në shkollë të muzikës, gjithmonë ka sakrifiku gjithë shka që unë me mujtë, me pas një violin, me pas mundësin me shku të një kurs maj mirë, të një masterclass apo diçka, kështu që kjo është arsyeja kryesore. Besoj i ka shijuar shumë këto pamjet kur të ka pa ty si e vogël në skenë me violinë në dorë, edhe e ka shiju edhe muzikën, edhe tingullin e violinës, po fatkeqësisht e humbe, nuk jeton më. Ke qenë shumë e vogël? Kam qenë pikrisht në kohën kur një vit para se më shku Malezi. Do më thonë isha në vitin e 2 të shkollës mesme, edhe për atë përmenda dhe në fillim që kur vendosa me shku isha jo aqë në momente kështu aqë të leta, po do më thonë ka qenë një mosh pak ma e ndishme, se është pikrisht ai momenti që është një farë udhkryqi që vendosë qka do me studiu, ku do me shku edhe aty dhe jeta mande e merë kajën e vetë. E kishe me vete violinën Malezi? Jo, nuk e kam pas me vete, po kur jëm këthy, e kom pas qatë koq kur që e kom marë. Po edhe kjo është një farë rastie, se me thonë drejten nuk është që e kom mendu mi vazhdu ashtu për një kohë gjatë. Kur jëm këthy, po ka qenë një dasëm e një familjarit, edhe një kolegë, shoki imi Taulan Trusi është violinist, aj ishte të përformu, tha hajde dhe ti, se kemi qenë klasë bashkë, edhe prej asoj dasmës më ndej një tjetër, edhe aty nisi shumë rastisht. Do me thonë nuk është që e kom pas plan me vazhdu, thjesht e kom pas plan me majtë si pasion. Edhe si pra prej asaj nate vazhdove, tash verës je prezente në to, a? Verës kryesisht, evente që janë për shembull kokteje, që janë pritjet musafirve, pasta edhe hyrjet nuseve në salë, dasma, do një ka një gjesht. Qatë ka ndodhë në një gjë interesante? Qa ke pasë? Ndasma që së ndodhë? Po, një që më kujtohet tash, po më pytë është verën e kalume, ishte një ka një gjesht dhe nusja kishte bo surpriz nanës vetë,
që e kishte vesh fustanin që ka pas nana, po e ka modifiku pak edhe ishte një këngë shumë e dhimbshme që nana ishte ullur në karike dhe nusja me motrën e saj po esin drejtim. Ajo po fillon të me qajtë se ishte shumë e emocionume. E unë isha të lujtë violin, duke po ata të qajtë, nuk e di që shumë nalë qaq, e ndjeva qatë moment, sa që për pak sa nuk qajta dhe unë. E aqaja më do këtë një moment të për i bukur, të për emocionues. Po ka dhe moment të tjera, ndoshta pak ma qesharake, ndoshta tjera pak ma serioze, ka të ndryshme. Të ndryshme të momente. Natyrave të ndryshme. Ti për vete, ke bojnë dasëm kështu të madhe, tradicionale? Jo, e kemi bo një darë kashtu, ose me vogël. Ma intime. Po, ma personale, ma të vogël, po ma ndej kemi shku në Milano, kemi bo photoshooting edhe kemi shfridzu rastin që qatë mi muajtë si kujtim me fustan të bardhë. Mendoj që besoj të pak të në kështu që sa herë ke violinën dhe luan me të, e kujton babin? Pa tjetër, e kujtoj gjdo herë, edhe mendoj që nëse edhe fëmijët e me ose njoni prej të ne kish vazhdu, ndoshta violinën. Si janë ata me violinën ose muzikë, instrumente tjera? Por për shembull e vrej gjatë kohës që unë ushtroj, ata afrohen edhe e vrej që e kanë atë veshin e muzikës. Ndonjë notë kështu, kur e këndojnë, më duket që e kanë, po ta shohim tash në vazhdimsi. Ne këtë violinën këtë se kemi kërku prej teje, dhe të në luash diçka për fund, po para se ta mbyllim, se do e mbyll me këtë interpretim të ndin, dhe të pyes edhe pak që mund të ndihmoj dhe mund tjetë kështu si një dritë e gjelbërt për të rinjët, që e kanë këtë, ose ndodhe në këtë udhkryqin, pavarësisht arsyeve, se vetë mosha të sjell në atë udhkryq, se cilën rrugë të vazhdosh. Cili do tjetë mesazhi yt për të rinjët që vendosin ose e kanë dëshirën për studiuar jashtë vendit, e kanë po ashtu këtë merakun të njëjtë si të ndin se që kanë nëse nuk mund të kthehem sërish edhe të ndohem nga ai shtet, nga ato oferta. Cila mendon se është e duhura, nëse ekziston një e duhur absolute për gjithë? Po, unë ndoshta kisha me thonë që me shfrytzu çdo mundësi që ju vjen, mos me lënë merak që më utut edhe mos me shfrytzu atë shans, por ndoshta me një këshill që mu më kanë ndihmu kur e kom dëgju prej dikujt që me qenë një mendje, edhe me u adaptu me vendin ku po shkon, se nuk mundesh me prit që me t'u adaptu ty 100 kultura, sepse ashtu nuk adaptohesh kur edhe vuan ti, kështu që kur ti je një mendje, je i fokusum, ku po do me mri, për çka je ka shkon, edhe a do në mu kthy. Që ato ndoshta nëse e ki të caktu me ashtu të ndihmon shumë, edhe sa ma shumë me u përpjek që me u mishru me kulturën, me u përshtot. Që ajo ndoshta kishte me qenë që më ka ndihmu edhe mu personalisht. Kur besoj të jenë një mesazh i mirë dhe një ndihmë për ata që mund të ndodhen në këtë pikpyetje në kokën e tyre për momentin. Të mjafton kjo skenë? Pa tjetër. Okej, unë po të liroj skenën për të na luaj. Qa do të luash? Zgjodha një këngë që është këngë moj, për shkak se e di që babi im i kanë dëgju shumë 100 këngë të shekullit, edhe i mbaj mend gjitha ato që edhe unë im se e përmenç, edhe kur vendosa me gjithë cilën, thash ta zgjidhin një që është shqip, edhe që më pëlqen edhe mu. Okej, hajde, ta dëgjojmë këtë interpretim me violinën dhe më pas ju lë me ofertën e Viva Frishit. Po, faleminderit. Skena për ty. Volumen pak